kush është thot gjëna më e madh, lania namazit apo magjia, sehri? Të dyat janë njëjtë. Kap njënën në shat tjetrës. Të dyat janë njëjtë. Të dyat janë njëjtë. Por idiotluku i sihirbazit është më i madh. Idiotluku në vete. Sepse për me mrin mu bo sihirbaz duhet lloj-lloj çmenduri, lloj-lloj fliqtina me i ba para e gjinve, lloj-lloj nënshtrime. Kjo është ma dëmshme, edhe nga ana tjetër magjistari damin të shoqëria e ka më të madh. Por në vete, si veprime, edhe sehri, edhe lania namazit kap njënën shë tjetrës. Të dyet janë të rrezikshme. Edhe pse ka ulema domthonjë që kanë folë rreth meselës së namazit, nëse e kalon ose sa të e falë se s'po e di, nuk e ka kuptuar rëndësinë e tij etj, është meselë që domthonjë kemi shenja të lehtësimit në këto që bën këtë krahasim une. Por ndryshe, njëherë që e din që ka namazin, ka kuptu namazin, ka fal namazin, është i vetëdijshëm, e lën pastaj namazin, Allahu na rujt. Prandaj keni kujdes prej të dyjave. Keni kujdes, mos e bëni asnjërin prej këtyre, as mos e lëni namazin, as mos u merrni me sehr, Allahu na rujt.